Kush thoni se jam unë? Jezusi I bëri këtë pyetje dikur ndjekësve të tij. Kush thoni se jam unë? Një profet me një mësim të ri, një shërues për të sëmurët, një shpëtimtar për një botë të humbur. Jezusi deklaroi se cilën nga këto, por më e rëndësishmja, ai deklaroi të ishte Perëndia në mish. Në fillim të kohës, ai ndezi historinë njerëzore kur foli. Ai fryu jetë në mushkritë e burrit dhe gruas së parë dhe në çdo pjesë të vetë krijimit. Por ne u rebeluam, u kthyem kundër mbretit ton dhe ndoqëm rrugët tona, edhe pse do të na kushtonte jetët. Mëkati ynë helmoi krijimin e tij, duke I hapur rrugë sëmundjeve, padrejtësisë dhe vdekjes. Mëkati na ndau nga njëri tjetri dhe nga Perëndia. Por në vend që ta hedh poshtë njerëzimin, Perëndia dërgoi birin e tij Jezusin të hyjë në botën që ai krijoi. Një botë e thyer nga mëkati ynë. Ai mori frymë si ne, u bë njeri si ne, por jetoi një jetë të përsosur, një jetë që Perëndia e kishte menduar të jetojmë ne. Ai na thiri të pendohemi për mëkatet tona dhe ta ndiqnim atë me besim. Disa e besuan fjalën e tij dhe e njohën si mbret. Të tjerë e mohuan, e kurorzuan me gjëmba dhe e vranë. Ata e refuzuan atë dhe kështu kemi bërë edhe ne. Ishte dha veten për të vdekur në kryq, për të na shpëtuar nga gjykimi I Perëndisë dhe nga vdekja që e meritojmë. Në atë kryq, ai shkëmbeu rebelimin ton me bindjen e tij, thyerjen ton me përsosmërinë e tij. Biri I Perëndisë vdiq që ne mund të jetonim dhe në ditën e tretë ai u ringjall, duke mposhtur vdekjen përgjithmonë. Dhe tani ai qëndron në fronin e qiellit, duke ofruar jetë përmes frymës së shenjtë për të gjithë ata që pendohen dhe besojnë tek ai. Jezusi është mbreti I mbretërve. Ju mund ose ta kurorzoni atë, ose ta kryqëzoni. Nuk ka të mesme. Askush nuk do t'ju bëj kurrë një pyetje më të rëndësishme se ajo që bëri Jezusi. Kush thoni se jam unë?